Ambasador Gonzato, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, pak përfaqësues të politikës që keni ardhur sot këtu, dua t'ju falenderoj të gjithëve, veçanërisht në fakt dua të falenderoj ambasadorin Gonzato që pas përpjekjeve të shumta dhe këmbguljes së tij të jashtëzakonshme, ne arritëm që të mbledhim Këshillin Kombëtar të Integrimit. Për muaj me radhë ky këshill në fakt është eklipsuar dhe ka pasur të pamundur që t'i ushtrojë funksionet e tij, edhe si rezultat i një komisioni të posaçëm që majoranca ka hapur në parlament. Një demokraci europiane natyrisht respekton institucionet e krijuara dhe nuk i dublon ato, ndërkohë që përpiqet që të shesë sozin si origjinali, t'jeni të sigurt që unë besoj që të gjithë e kanë qartë situatën. Në ndërkohë, koha e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Integrimit është pothuajse perfekte, sepse ne po afrohemi në datën e zgjedhjeve, Shqipëria ndodhet në nisjen e hapjes së procesit të negociatave me 4 grup kapituj të hapur, një proces që në gjykimin tim personal, po edhe të forcës politike që unë përfaqësoj, duhet kishte nisur që në vitin 2013 dhe që për arsye tërësisht politike është ndërprer vit pas viti, por fakti është i tillë që ne sot në këtë proces besoj që kemi nevojë për shumë punë përpara dhe për shumë qëndrueshmëri. Ne nuk matemi dot me se sa kapituj janë hapur, po me sa grup kapituj mbyllim me sukses. Shqipëria sot është në një moment delikat për të parë a ka mundësi që institucionet demokratike të funksionojnë, a ka mundësi që të mbajmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, a ka mundësi që të tregojmë që ato standardet europiane të cilat çdo ditë aspirojmë së pari t'i zbatojmë vetë, duke pasur parasysh rëndësinë e zgjedhjeve, po sidomos duke marrë në konsiderat edhe raportin e OSBE-Odirit, mungesën e një reforme tërësore zgjedhore, por edhe kriteret që duhen plotësuar si pjesë e grup kapitullit të parë themeloret, unë besoj që sot ne kemi shumë detyra përpara. Me komisionerin për diskriminimin jemi përpjekur për javë me radhë të organizojmë një mbledhje, sepse dhe komisioneri si unë të përgjegjshëm deri ditën e fundit në punë, menduam që kjo ishte një çështje përtej politikës, që ndoshta palët politike mund t'i kish ulur në tryezë dhe vetëm sot ja arritëm. Komisioneron dua t'ju falenderoj për angazhimin tuaj, po njëkohësisht edhe për punën për çështjet që ju çoni përpara. Dhe ndërkohë që mbas takimeve që kemi pasur me krye negociatore për pozicionet negociuese dhe rolin e ri që ka Kuvendi në Komisionin e Çështjeve Europiane, kemi ardhur në këtë takim duke pasur parasysh dhe raportimin që kryenegociatorja ka dhe unë e kuptoj pjesëmarrjen e shoqërisë civile që vjen edhe si rezultat i mungesës së transparencës nga procesi që qeveria ka ndjekur, kështu që kryenegociatorja do më kuptoj kur unë t'i jap fjalën edhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Vëmendja e Bashkimit Evropian është rritur ndaj vendit tonë dhe në fakt Bashkimi Evropian ka qenë një mbështetës i palëkundur i këtij procesi dhe vitet e fundit edhe si rezultat i gjeostrategjisë dhe i gjeopolitikës, zgjerimi i Ballkanit Perëndimor nuk është më një çështje sigurie, nuk është më një çështje zgjerimi, por është një çështje sigurie. Dhe çështja e sigurisë e vendos këtë si prioritet mbi prioritetet. Në gjykimin tim, qeveria shqiptare duhet kishte nisur një diskutim kombëtar për procesin e integrimit. Duhet kishim hapur një debat të gjerë për detyrimet që ne kemi. Duhet kishim hapur një debat me dhomat e tregtisë që i shoh këtu sot prezente, për gatishmërinë e biznesit në procesin e integrimit, cilat janë detyrimet që do të vinë, cila është agjenda e reformave, cili është plani legjislativ, cilat janë kostot që do të mbajë biznesi. Dhe të gjitha këto diskutime, heqim çështjen politike, unë nuk i shoh që të ndodhin. Po shpresoj që shoqëria civile, dhomat e tregtisë, sindikatat që janë prezente këtu, të ushtrojnë presion që kjo të ndodhë sa më parë. Ne nuk mund të vendosim objektiva pa përfshirë të gjithë shoqërinë, pa e kthyer këtë në një program kombëtar dhe në një prioritet kombëtar dhe pa e bërë këtë diskutim me qytetarët shqiptar. Procesi i integrimit nuk është një proces burokratik i mbyllur në një sirtar të qeverisë. Duhet jetë një proces transparent, duhet jetë për shqiptarët dhe unë shpresoj që të filloj momenti që ky proces të jetë për shqiptarët. Ndërkohë që ne kemi diskutuar muajt e fundit për organizimin e kësaj mbledhje, me shqetësim kam vënë re që disa nga iniciativat ligjore të qeverisë kanë shkuar kundër frymës së Bashkimit Evropian. Ligje si ai auditit, i Agjencisë Auditit që u diskutua sot, ligje si i zonave të mbrojtura, kontratat të cilat eliminojnë garën dhe shkelin marrëveshjen e stabilizim asocimit, si ajo e maleve, nuk janë në frymën e legjislacionit BE-s. Dhe ne duhet bëjmë çdo gjë që mos të shtym asnjë afat
për zbatim të ligjeve dhe detyrimeve që kemi procesin e integrimit, po të fillojmë tani. Boll kohë ka humbur Shqipëria, boll kohë kanë humbur shqiptarët, momenti që ne të fillojmë dhe të marrim detyrimet tona dhe të hedhim hapat tona është tani. Mbas këtyre komenteve, unë doja që t'jap fjalën përfaqësuesit të delegacionit Bashkimit Evropian, ambasadorit Konzato, i cili më mirë se të gjithë e kupton rolin që ka kuvendi, duke qenë se vjen dhe nga një background parlamentar dhe ka qenë ai që ka insistuar që institucionet funksionojnë, sepse çështjet dhe debatet duhet patjetër që të jenë brenda institucioneve. Zoti Konzato, fjala për ju. Faleminderit kryetare, faleminderit Jorida, e dashur Majlinda, e dashur Robert, të nderuar krerë të institucioneve të pavarura, të dashur antar të Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian, në veçanti OJQ-t. Sa kënaqësi është që rikthehem në Këshillin Kombëtar, është hera e dytë që diskutoj me ju dhe hera e fundit që u takuam ishte në prill vitin e shkuar dhe që atëherë kanë ndodhur shumë gjëra, kemi patur vërtet progres në negociatat me BE-n, siç e dini. Janë hapur negociatat për grup kapitullin numër 1 themelore dhe grup kapitullin numër 6 për marrëdhëniet me jashtë. Dhe tashmë Shqipëria po punon për të arritur standardet krahasimore të përkohshme për grup kapitullin numër 1 dhe duke marrë parasysh pra ecurinë që duhet bërë, kjo është një fushë vërtet përcaktuese në lidhje me ritmin e negociatave. Çelja e negociatave për grup kapitullin 2, që është tregu i brendshëm, dhe grup kapitullin 3, që është konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, është gati pra duke u arritur. Shqipëria tashmë ka çuar në Këshillin e BE-s para 10 ditësh qëndrimin e vet negociues dhe BE-ja po përgatit atë qëndrimin e vet në mënyrë që të organizohet konferenca tjetër ndërqeveritare sa më shpejt që të jetë e mundur. Sigurisht që ne shpresojmë që të gjithë kapitujt, grup kapitujt të hapen si vjet. Por sfida e vërtet nuk është vetëm hapja e grup kapitujve negociatave për to, por kryerja e reformave që janë të domosdoshme në mënyrë që legjislacioni i Shqipërisë të jetë në përputhje të plotë me atë të BE-s në të gjitha fushat. Dhe prandaj ne mbështesim qëllimin, objektivin e madh të Shqipërisë për të çelur të gjithë kapitujt deri në fund të vitit 2027 dhe për këtë arsye do të keni përkrah delegacionin e Bashkimit Evropian që do t'ju shoqërojë në këtë proces, por edhe do t'ju monitorojë me një vëmendje të skajshme. Sigurisht që ky është një proces i cili bashkërendohet kryesisht nga qeveria, ndaj më lejoni që të them edhe nga ana ime personale që dëshiroj të vlerësoj udhëheqjen dhe bashkërendimin efektiv të krye negociatores zonjës Majlinda Dhuka me kërshëri. Majlinda, pres prezantimin tuaj në pjesën tjetër të këtij takimi në mënyrë që të kemi një panoramë shumë të qartë të situatës në Shqipëri, se sa Shqipëria pra do të përmbush angazhimet e veta në lidhje me negociatat për antarësim në BE. Dëshiroj gjithashtu që të përgëzoj dhe të inkurajoj të gjithë ekipin tuaj negociues, sepse këtu përfshihen të gjithë zyrtarët nga ministritë e linjës, agjencitë, institucionet e pavarura, të gjithë punojnë çdo ditë, në fakt ditë e natë, për të gjërmyrë që Shqipëria të avancojë drejt antarësimit të vet në BE. Megjithatë, ne e dimë që vetëm qeveria nuk mund t'ja ndalë mban në këtë detyrë pa mbështetjen e kuvendit. Kuvendi që luan një rol kyç dhe të veçantë dhe të posaçëm në këtë aspekt. Kuvendi luan një rol shumë të rëndësishëm për të mbikëqyrur mënyrën se si do t'i bëjë negociatat qeveria, duke siguruar llogaridhënien, por edhe legitimitetin demokratik të procesit. Në këtë aspekt, më vjen mirë dhe dëshiroj të përgëzoj kuvendin dhe Komisionin për çështjet e BE-s, që faktikisht jeni konsultuar dhe keni dhënë kontributin tuaj për qëndrimet negociuese të Shqipërisë. Dhe fakti që kuvendi po rrit përpjekjet e veta edhe për të patur më shumë personel dhe ekspertizë, kjo është fiks gjëja e duhur, një gjë të cilën ne e mirëpresim. Ne të gjithë jemi dakord që është e nevojshme të intensifikohet ritmi i takimeve të Këshillit Kombëtar, kjo në formë paralele me intensifikimin e ritmit të negociatave, për të siguruar që e gjithë shoqëria e ndjek procesin, që jep kontributin e vet,
dhe të thelloj edhe më tej mënyrën dhe të kuptuarin e pasojave që sjell procesi i antarësimit në BE. Funksioni i legjislativit, pra i kuvendit, është natyrisht që të miratojë të gjithë reformat e duhura legjislative që kanë bëjnë me BE-n dhe që shumica prej tyre kërkojnë mazhorancë të cilësuar për të siguruar pra që legjislacioni i BE-s të jetë në harmoni të plotë me atë legjislacionin e Shqipërisë me atë të BE-s. Dhe si që the edhe ti, Jorida, tani është koha. Nuk ka më kohë për zvarritje dhe delegacioni i Bashkimit Evropian është i gatshëm të vazhdojë të mbështesë kuvendin për të arritur këtë gjë. Parlamenti është angazhuar gjithashtu që të përmirësojë edhe funksionimin e vet të brendshëm. Në fakt, për shkak të udhërrëfyesit për funksionimin e institucioneve demokratike, kuvendi është angazhuar që do të rrisë transparencën dhe llogaridhënien e punës parlamentare, do të rrisë integritetin dhe do të rrisë dhe përmirësojë aksesueshmërinë e qytetarëve dhe OJQ-ve dhe këtu do të mbështetemi tek udhëheqja e kryetares së kuvendit. Në fund, po jo më pak nga rëndësia, kuvendi luan një rol më të përgjithshëm për të promovuar debatin në të gjithë vendin, por edhe konsensusin në Shqipëri për agjendën e integrimit në BE. Sigurisht kryesisht me anën e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian, por këtu janë përfshirë përfaqësuesit e institucioneve, shoqërisë civile, biznesit, medias, akademisë, dhe ashtu siç ka thënë komisioneri Akos, shumë shpesh dhe do ta thot këtë edhe gjatë vizitës së saj në fund të kësaj jave, ky është një proces që i përket të gjithë shoqërisë. Dhe ndërkohë që përshpejtohet procesi i antarësimit, është akoma edhe më e rëndësishme që qeveria të ketë të gjithë mekanizmat efektiv për të komunikuar siç duhet dhe për të konsultuar me të gjithë interesat pra të shoqërisë civile, biznesit dhe aktorëve të tjerë në shoqëri. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht vetëm për transparencë apo llogaridhënie, por edhe për të patur dhe për të arritur ekspertizën e duhur. Proceset më parshme të zgjerimit kanë treguar se qeveritë kanë nevojë për ekspertizën e aktorëve jo shtetëror për të kuptuar ndikimin që sjell antarësimi në BE në sektor të ndryshëm. Dëshiroj të përgëzoj në këtë aspekt zonjën Tabako për udhëheqjen e saj në krye të këtij institucioni të rëndësishëm, duke përfshirë të gjitha përpjekjet që ju keni bërë për të rritur ndërgjegjësimin dhe transparencën për procesin e antarësimit në BE dhe ndikimet që ai do të ketë në sektor të ndryshëm të shoqërisë. Dhe vlerësoj edhe fokusin që kemi sot për legjislacionin e BE-s antidiskriminim dhe jam shumë i kënaqur që kemi zotin Gajda këtu sot. Në fakt, barazia është një nga ato themelet e Bashkimit Evropian dhe gjendet në fakt në traktatet, por edhe në kartën tonë të drejtave themelore, dhe që jep Bashkimit Evropian dhe mandatin dhe përgjegjësinë për të luftuar diskriminimin. Dhe që prej viteve 2000, Bashkimi Evropian ka miratuar një pjesë të madhe të legjislacionit që ka të bëjë me origjinën racore, etnike, besimin fetar, orientimin seksual, pra ato quhen direktivat e barazisë. Në formë paralele kemi patur dhe legjislacionin për institucionet e duhura, që u ka dhënë shteteve anëtare diskrecion goxha të gjerë dhe që ka sjellë dhe dallime në Bashkimin Evropian në lidhje me përgjegjësitë, pavarësinë, burimet, aksesueshmërinë, por dhe efikasitetin e këtyre organeve. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian tashmë është pajisur me 2 direktiva të reja, të cilat do të rrisin në formë të konsiderueshme efikasitetin dhe do të garantojnë edhe pavarësinë dhe përgjegjësinë e këtyre institucioneve. Prandaj unë fakt e di që zoti Gajda do të prezantojë këto direktiva, sepse është e rëndësishme që legjislacioni i Shqipërisë të jetë në përputhshmëri të plotë të këtyre 2 direktivave. Në përgjithësi, dëshiroj të theksoj edhe rëndësinë që ka roli dhe puna e zyrës së komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, për të ndihmuar viktimat e diskriminimit dhe për të promovuar barazinë që për krijimin të vet në vitin 2010, që prej vitit 2018 komisioneri Gajda ka bërë çdo përpjekje të mundur për të luftuar diskriminimin dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithë qytetarëve më të cënueshëm në Shqipëri dhe ju përgëzoj për këtë punë. Kam besim që kuvendi i ri do të marrë hapat e duhura dhe më në fund do të emërojë komisionerin e ri, sepse mandati i komisionerit të tanishëm ka kaluar kohë më parë. Kjo është rëndësia pra e ruajtjes së autoritetit të këtyre institucioneve. Bashkimi Evropian do të mbetet krajush në mbështetjen tuaj, të komisionerit, të Këshillit, të gjithë juve. Faleminderit për vëmendje. Thank you very much, Ambassador, also for your
all-inclusive approach and the role that the delegation is playing for the next visit of the commissioner who will this week, time flies, be here in Tirana to meet with stakeholders, not only government. Që do të jetë këtu në Tiranë dhe do të takohet me të gjithë aktorët. Majlinda Dhuka, zonja Dhuka, ju lutem, kemi nevojë për një prezantim të ecurisë së procesit të integrimit evropian gjatë vitit 2024, po njëkohësisht dhe statusi aktual i negociatave. Duke qenë, dhe shpresoj që të më kuptoni, duke qenë se unë si kryetare e këtij këshilli, por njëkohësisht edhe si kryetare e Komisionit Çështjeve Evropiane, kam marrë kërkesa të shumta nga shoqëria civile, të cilët janë edhe këtu në këtë tryezë, për publikimin e pozicioneve negociuese, për diskutimet me shoqërinë civile, për përfshirjen e komenteve të tyre. Unë shpresoj që nga ju të dëgjojmë njëkohësisht edhe për komponentin e gjithë përfshirjes në këtë proces. Faleminderit. Faleminderit nderuar kryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, zoti ambasador Gonzato, të nderuar antar dhe të ftuar, Shqipëria është në miljet e fundit të rrugës drejt familjes europiane. Dhe kjo pranverë do të ketë zhvillime të rëndësishme në rrugën tonë europiane. Dua të ndaj me ju vendimin e Parlamentit Evropian për të hapur zyrën e Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor në Tiranë. Kjo është një mundësi e madhe për të ndërtuar një dialog të qëndrueshëm politik midis parlamenteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor me Parlamentin Evropian, po edhe një urë më e fortë lidhëse për dialogun me shoqërinë civile, grupet e interesit dhe të gjithë partnerët e rëndësishëm lokal. Është edhe njëherë një afirmim i rëndësishëm i rolit të Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor si një vend që kontribon ndjeshëm për paqen dhe progresin e të gjithë rajonit drejt familjes europiane. Po ashtu, këtë javë do të mirëpresim në vizitën e saj zyrtare të parë në Shqipëri, komisioneren për zërimin zonjën Kos, mbas marrjes së detyrës në dhjetor. Brenda muajit mars do të mirëpresim në Shqipëri në vizitën e saj zyrtare komisioneren për politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, një herë zëvendës presidente të Bashkimit Evropian, siç u përmend edhe nga zonja Tabaku, edhe nga zoti ambasador, Shqipëria po pret vendimin e vendeve anëtare për konferencën e radhës ndërqeveritare për t'i çelur negociatat për 17 fusha të tjera të ekonomisë, të tregut dhe të konkurrueshmërisë, dhe siç jeni në dieni, më tutje në maj Shqipëria do të mirëpresë mbledhjen e komunitetit politik europian me prezencën e vendeve të Europës krahas vendeve të Bashkimit Evropian. Faleminderit që më dhat një mundësi për qenë sot me ju, për të biseduar. Mendoj që viti 24 është një vit i rëndësishëm dhe i veçantë. Theksoj është një vit i veçantë, është një vit themel në përshpejtimin e rrugës së anëtarësimit në Bashkimin Evropian, dhe dëshiroj ta nis këtë ekspoze të progresit të Shqipërisë në rrugën evropiane gjatë vitit 24 me falënderim të veçantë së pari për Komisionin Evropian, për vlerësimin pozitiv dhe rekomandimin që dha për çeljen e negociatave teknike për 10 fusha gjatë vitit 24, duke njohur progresin e bërë nga vendi, të gjithë faktorët politik, institucionet, faktorët ekonomik së bashku. Dëshiroj gjithashtu të shpreh vlerësim dhe mirënjohje për vendet anëtare, të cilët shprehen qartë vullnetin politik për rrugën europiane të Shqipërisë, duke marrë vendimin
për çeljen e negociatave dhe njëkohësisht delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, i cili është gjithmonë me ne, tani edhe më shumë se çdo herë tjetër, në këtë ritëm të përshpejtuar të rrugës së Shqipërisë drejt familjes europiane. Sigurisht, një falënderim i veçantë shkon për të gjitha institucionet shqiptare, Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, Komisionin e Çështjeve Europiane dhe Këshillin Kombëtar të Integrimit, të drejtuara nga zonja Tabaku, e cila ka një kontribut personal të fortë dhe të vyer në përpjekjet tona për t'ju afruar aspiratës europiane çdo ditë më shumë, dhe njëkohësisht institucionet e pavarura, sistemin e drejtësisë, të 157 institucionet që bëjnë pjesë në ekipin kombëtar të negociatave. Viti 24 ka shënuar disa momente kulmore të këtij rrugtimi, siç u përmend më herët dhe kemi patur mundësi të bisedojmë në tryeza të ndryshme. Në tetor Shqipëria i çeli negociata teknike për themeloret, bazat e shtetit të së drejtës dhe përgatiti qëndrimin e saj drejt antarësimit, sipas të cilit Shqipëria do t'i konsolidoj themelet e shtetit evropian në rrugën drejt antarësimit, do t'a forcoj pavarësinë e gjyqësorit, do të mbështes fort zbatimin dhe konsolidimin e reformës në drejtësi, luftën për parandalimin dhe luftën ndaj korrupsionit, nën frymën e vlerave europiane, teksa përgatitemi për t'i përmbushur të gjitha kriteret për antarësim. Më tutje në dhjetor, Shqipëria me vendimin e vendeve anëtare dhe mbi bazën e rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian, i çeli negociatat edhe për fushat e politikës së jashtme dhe të sigurisë, duke afirmuar edhe një herë se vendi është një partner i besueshëm i Bashkimit Evropian dhe më gjerë në çështjet e sigurisë dhe të politikës europiane të jashtme. Viti 2024 shënoi progres edhe në lidhje me reformat ekonomike të tregut ton drejt tregut të Bashkimit Evropian, duke krijuar më shumë autostrada ose mundësi ose rrugë të reja për biznesin ton drejt tregut evropian. Bashkimi Evropian prezantoi dhe vuri në zbatim planin e ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor, sigurisht edhe për Shqipërinë. Shqipëria përgatiti agjendën e reformave europiane, zbatimi të cilës i krijon vendit mundësinë e një mbështetje të mirë prej rreth 922 milion euro për investime dhe për reformat europiane të tregut. Gjatë vitit 24 është rritur bashkëpunimi i shoqërisë civile dhe grupeve interesit nga Shqipëria me shoqërinë civile dhe grupet e interesit të Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian gjatë vitit 24 vendosën të krijojnë komitetet konsultative me Këshillin Social Ekonomik Evropian, që është asambleja e grupeve të interesit dhe shoqërisë civile të Bashkimit Evropian, dhe njëkohësisht Komitetin Konsultativ të Rajoneve për të intensifikuar dialogu midis bashkive dhe rajoneve tona me bashkit dhe rajonet europiane. Gjatë vitit 24, Kuvendi i Shqipërisë dhe qeveria dhe një numër institucionesh pavarura miratuan disa nisma të rëndësishme ligjore dhe nënligjore në fusha ku afrojmë intensivisht teksa përgatitemi për antarësim standardet e Bashkimit Evropian. Rreth 75 akte ligjore dhe nënligjore janë miratuar gjatë këtij viti, duke sjellë përmirësime të standardit drejt standardit evropian në fusha të ndryshme, si mbrojtja e të dhënave personale, mediat audiovizive, akte të lidhura me përmirësimin e klimës së biznesit, të tilla si markat tregtare, patentat, modelet e përdorimit të tyre sipas standardit evropian,
komunikimet elektronike, menaxhimin e burimeve ujore, eficiencën e energjisë, transportin e kurudor ajror, rrjetet dhe shërbime digjitale e të tjerë. Siç e shikoni, në të gjitha frontet e ekonomisë dhe të ndërlidhjes progresohet me trupëzimin e standardit europian në ligjin shqiptar dhe në projektet e investimeve që zbaton Shqipëria, sidomos ato të lidhura me korridoret pan-europiane, duke qenë se Shqipëria është pjesë e 3 korridoreve të tilla të rëndësishme. Korridori 10, korridori 8 dhe korridori blu ose Adriatiko-Jonian. Sa i përket mbështetjes nga Bashkimi Evropian, ajo ka vazhduar me efektivitet gjatë vitit 2024. Kemi bërë progres së bashku me delegacionin e Bashkimit Evropian dhe Komisionin Evropian në disa programe që mbështesin reformat e Shqipërisë. Janë përgatitur programe operacionale në një vlerë prej rreth 186 milion eurosh, financimi Bashkimit Evropian dhe qeverisë shqiptare në 5 fusha të rëndësishme, si digitalizimi i shërbimeve, eficienca e energjisë, punësimi, arsimi dhe aftësimi të rinjve dhe ngjashëm. Gjithashtu janë përgatitur programet e mbështetjes edhe për vitet 25-27 me fokus të veçantë drejtësinë, miqeverisjen, lëndët e para kritike me rëndësi të veçantë për ekonominë dhe lidhjen e zinxhirit tonë të vlerës me ekonominë europiane, sundimin e ligjit dhe demokracinë dhe ngjashëm. Sa i përket çështjes që zonja kryetare ngriti dhe ndaj të cilës unë jam gjithmonë veçanërisht e vëmendshme, për sa i përket dialogut me grupet e interesit, me shoqërinë civile, me të gjithë aktorët, sigurisht që viti 2024 ka shënuar një intensifikim të këtij dialogu, por unë gjithmonë marr dhe vlerësoj të rëndësishëm rekomandimin e dhënë për të bërë edhe më shumë në këtë drejtim. Rruga europiane e Shqipërisë ka në qendër grupet e interesit, ka në qendër biznesin, ka në qendër rolin e shoqërisë civile. Prandaj unë përfitoj nga rasti të jem në këtë tryezë me ju sot për të bashkuar edhe njerë mendimin dhe përpjekjet me komunitetin e biznesit për të vepruar më shumë së bashku drejt tregut europian gjatë vitit 2025. Gjatë këtij viti që mbyllëm, janë zhvilluar rreth 75 tryeza diskutimi me grupet e interesit, ose rreth 6 deri në 7 tryeza çdo muaj. Sigurisht, dialogu ka vazhduar në formate të ndryshme diskutimi, Këshilli Ekonomik Kombëtar, Këshilli Kombëtar i Punës për marrëdhëniet midis punëmarrësve dhe punëdhënësve, Këshilli i Investimeve, Këshilli Kombëtar i Shoqërisë Civile, Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, në cilin jemi edhe sot, dhe platforma të tjera të ndryshme dialogu. A duhet intensifikuar ky dialog? Patjetër që po. Tani më shumë se kur, teksa i afrohemi antarësimit. Të njëjtën gjë kanë bërë strukturat e negociatave. Gjatë vitit 24 kanë zhvilluar një punë shumë dinamike, vetëm për të ilustruar këtë që po them për ju sot. Grupet ndërinstitucionale të punës që përbëhen nga 157 institucione të përfshira kanë zhvilluar mbi 300 takime gjatë vitit 2024 dhe vazhdon njësoj ky trend gjatë vitit 2025 në trupëzim të përgatitjes së të gjitha gjërave që lidhen me procesin. Njësoj është energjizuar puna edhe në pushtetin vendor. Pushteti vendor ka krijuar 61 zyra të integrimit evropian me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe programit të delegacionit të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht këndet e informimit evropian dhe në nivelin vendor
për të forcuar dialogun me shoqërinë civile dhe biznesin në çdo bashki janë ngritur këshillat e integrimit evropian, si ky këshill kombëtar, por në nivelin vendor. Edhe këshillat bashkiak kanë krijuar komisionet e integrimit evropian, sikurse dhe Kuvendi Komisionin e Çështjeve Evropiane. Pra, siç e shikoni në mënyrë kapilare, në nivelin qendror, në nivelin vendor, në lidhje me grupet e interesit, është intensifikuar dialogu. Viti 24 ishte një vit i mirë edhe sa i përket progres raportit. Ne besojmë se progres raporti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë në vitin 24 ishte ndër më të mirët. Progres raporti njohu reformat, e curin e konsoliduar me to, dhe njëkohësisht shënjoi faktin se Shqipëria ka bërë progres në 32 fusha nga 35 gjatë vitit 2024, dhe sot Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në 24 nga fushat nga 33 sa i përket kritereve për anëtarësim. Këtu e mbështes atë që them se Shqipëria është në miljet e fundit të rrugës së saj europiane. Siç u përmend më herët dhe unë do ta mbyll këtu para shtresën time për t'i lënë vend bashkëbisedimit me ju, gjatë vitit 25 Shqipëria do të përmbyll çeljen e negociatave për të gjitha fushat dhe të avancoj me zbatimin e reformave të planit të Shqipërisë Evropiane. Faleminderit, zonja kryetare. Faleminderit, zonja Dhuka, megjithëse nuk e bashkëndaj entuziazmin e kryenegociatores, në emër të opozitës unë sigurisht që besoj që ardhmja e Shqipërisë është në familjen europiane dhe do jetë në familjen europiane. Pa dashur që të bëj një replikë politike, sepse unë dua që sot fjalën ta kenë përfaqësuesit e shoqërisë civile, do të jap fjalën zotit Gajda, i cili është këtu komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, për diskutuar në lidhje me direktivat e Bashkimit Evropian mbi standardet për organet e barazisë dhe nevojat e parafrimit të tyre me legjislacionin shqiptar. Zoti Gajda, ne kemi diskutuar bashkë dhe ju kam dëgjuar edhe në platforma të tjera në lidhje me nevojën për të marrë parasysh disa nga angazhimet dhe detyrimet që rrjedhin nga raporti juaj, nga raporti i Avokatit Popullit, nga raporte tjera paralele, masa të cilat janë atje dhe Parlamenti duhet thjesht i zbatojë. Masa të cilat në vite janë transferuar nga raporti në raport që nuk kanë gjetur vullnetin politik për të zbatuar. Ju lutem fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare. Nderuar ambasador, nderuar zonja ministre, nderuar kolegë, unë do përpiqem mos jem shumë i gjatë në këtë fjalë sotme, duke u munduar që të lëm hapësirat e duhura për diskutime. Konsideruam si të nevojshme që të ishim në Këshillin Kombëtar të Integrimit sot për të diskutuar rreth dy direktivave shumë të reja që Bashkimi Evropian ka miratuar në lidhje me standardet e organeve të barazisë, lidhur edhe me nevojën që ne kemi evidentuar për një parafrim akoma më tepër të legjislacionit shqiptar me këto direktiva për të përmbushur dy objektiva kryesore ose dy synime kryesore që edhe këto direktiva kanë në bazën e tyre. Nga njëra anë pavarësinë apo garantimin e pavarësisë së institucioneve ose organeve të barazisë dhe nga ana tjetër me qëllimin final garantimin e efektivitetit të këtyre institucioneve gjatë kryes funksioneve të tyre. Dhe kjo vjen jo si një rastësi nga ana e Bashkimit Evropian, por si një kohë e pjekur tashmë prej 25 vitesh monitorim që me miratimin e direktivave të para që quhen direktivat e barazisë në Bashkimin Evropian dhe me nevojën që kanë pasur këto direktiva për të pasur disa organe të posaçme që janë aty për të garantuar efektivitetin e tyre. Ka pasur disa përçapje interesante ndërkohë. Një ndër ka qenë nga Këshilli i Evropës, duke miratuar një politikë të përgjithshme mbi standardet e organeve të barazisë, por ka qenë në nivel rekomandimi, gjë e cila është munduar të adaptohet shumë në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi që ne kemi në Shqipëri.
është pasuar në 2018 me një rekomandim të Komisionit Evropian mbi standardet e organeve të barazisë, dhe mbas një analize pastaj të bërë, rreth 5 vite mbas këtij rekomandimi 2018, ku është evidentuar që shumë pak vendet e Bashkimit Evropian kanë garantuar atë që rekomandimi donte, atëherë u pa e udhës që të kalohej në një nivel tjetër dhe të miratoheshin 2 direktiva, të cilat tashmë janë të detyrueshme, jo vetëm për antarët e Bashkimit Evropian, por rrjedhimisht edhe për vendet të cilat aspirojnë që të aderojnë në Bashkimin Evropian. Duhet të them paraprakisht që ligji për mbrojtje nga diskriminimi që ne kemi sot në Shqipëri është një ligj i bërë mirë. Si nga aspekti i të parashikuarit shkaqe dhe forma diskriminimi apo dhe fushat që mbulon, bile në shumë raste i tejkalon atë që direktivat parashikojnë, por kur vjen çështja tek pavarësia e institucionit dhe sidomos garantimi i efektivitetit, dhe nënkuptoj me garantim efektiviteti një gjë shumë thjeshtë, të ndikuarit materialisht të punës së institucionit në garantimin e drejtave të njerëzit. Institucioni mund të bëjë shumë gjëra, por nëse nuk garantohen në thelb të drejtat e njerëzit, të drejtat e qytetarëve, atëherë le të themi efektiviteti i këtij institucioni është i zbetë. Dhe prandaj synimi kryesor i tyre direktivave është që pikërisht bëjnë mundur një garantim efektiv. Por që kjo të jetë e mundur, direktivat ekspresivisht bëjnë disa parashikime që janë shumë të domosdoshme për organet e barazisë, duke pasur dhe një premis tjetër, dhe për këtë kërkoj vëmendjen tuaj. Në natyrën e tyre, organet e barazisë janë institucione që janë ndërtuar për të mbrojtur pakica shoqërore. Për patjetër individ, por sidomos pakica shoqërore. Dhe kuptohet që kjo gjë e vendos institucionin, dhe kjo nuk është konstatim shqiptar, është në gjithë Europën, shpesh herë në kontradikta të thella me shumicat ndryshme shoqërore, qofshin këto shoqërore, ekonomike, politike, kulturore e tjerë. Çka do të thotë që paraqitet gjithmonë nevojë, sidomos të organeve në mbrojtje të drejtave të njerëzit, që atyre t'i mbrohet pavarësia dhe përjedhoj t'i garantohet efektshmëria dhe efektiviteti që ato duhet kenë në shoqëri. Tani unë nuk do të bëja një revistë të gjithë direktivave, një përmbledhje juve ju është dërguar, do duhet ka vetëm disa element dhe disa aspekte të cilat prima facie rezultojmë që neve nuk jemi në përputhje me këto direktiva. Dhe faktikisht nevoja ditës sotme ishte që këto të mund t'i prezantoja, por me dëshirën që pastaj legjislatori të mund të informojë dhe pastaj rrjedhimisht të mund të vepronte për një përputhshmëri totale për sa i përket të paktën këtyre 2 aspekteve në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi. Nga njëra anë, mbi të gjitha direktivat ngulin këmbë në një aspekt ku kërkojnë një mos ndërhyrje totale të gjitha pushteteve në veprimtarinë e organeve të barazisë, duke nisur nga qeveria dhe të gjitha organeve publike, dhe kjo gjë duhet të jetë realisht e garantueshme, por mbi të gjitha, nëse do flasni pastaj për pavarësi materiale të institucionit, kërkohet që të gjitha aspektet që lidhen me buxhetin e institucionit, me stafin e institucionit, me organizimin e institucionit, do duhet që t'jenë të dëgjuara dhe të garantuara, duke i dhënë institucionit të gjitha mjetet e nevojshme që të bëjnë të mundur ushtrimin me efektivitet funksioneve të veta. Dhe duke vendosur dhe parime të tjera. Për shembull, një parim shumë interesant që është vendosur është që nëse institucionit i jepen kompetenca të reja, gjë që për shembull ne e shohim pushtetin vendor, do duhet që këto kompetenca të reja që i jepen ose detyrat të reja që i jepen të gjithmonë të shoqërohen me një faturë, të shoqërohen me mjetet e nevojshme për të implementuar. Gjë për shembull, cilën neve kohën e sotme nuk e kemi. Dhe qofse do nisemi nga realiteti i institucionit që unë përvajsoj, ne shohim që jemi të përfshirë dhe të involvuar në shumë gjëra që kërkohen, por nga ana tjetër nuk jemi të pajisur me kapacitetet e nevojshme për t'ju përgjigjur me efektivitet këtyre funksioneve. Për këtë gjë, direktivat janë kujdesur që kjo t'i garantohet institucioneve. Një garanci tjetër që jepet edhe kjo në lidhje me pavarësinë e institucionit, lidhet për shembull gjë që prapë ne nuk e kemi me miratimin e strukturës vetë institucionit. Është element pavarësie fakti që institucioni duhet të jetë përgjegjës dhe miratues i strukturës tij. Në kohën që neve flasim, strukturën e institucionit e miraton Parlamenti i Shqipërisë. Tani unë po evidentoj vetëm disa gjëra thjesht në pamje të parë, por në një analizë të thellë
të direktivave evidentohen shumë aspekte cilat është mirë që neve t'i marrim konsiderat dhe të mund t'i reflektojmë në ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. Ndërkohë që paralelisht një institucion tjetër i Bashkimit Evropian, që është rrjeti i organeve të barazisë, dhe unë ju ftoj që ta konsultoni, ka përgatitur dhe një përmbledhse ligjore të këtyre direktivave, duke hyrë në analizë të detajuar pastaj të çdo neni, me qëllimin e mirë që njerëzit të informohen, shtetet të informohen, parlamentet të informohen dhe përrjedhoj të mund të veprojnë për implementimin e tyre. Nga ana tjetër, direktivat që lidhen me standardet duhen kuptuar si një minimum që duhet garantuar nga shtetet, dhe jo maksimum. Pra është një dysheme që Bashkimi Evropian synon, çka do të thotë që sa më shumë garanci shtesë që shtetet do duan të bëjnë vetë individualisht, janë të mirëpritura, por nuk mund të shkojnë poshtë këtyre standardeve që po vendosen nëpërmjet këtyre direktivave. Kjo është, le të themi, një nga gjërat që direktivat e theksojnë me të madhe në vetvete. Unë nuk do doja që të prekja në detaj të gjitha dispozitat, por kuptohet një aspekt tjetër që merret dhe le të themi i kushtohet rëndësinë e direktiva është pikërisht edhe mbrojtja efektive që institucionet e barazisë duhet i bëjnë viktimave të diskriminimit, dhe ka aty disa dispozita shumë të gjëra, duke dhënë një sër alternativash dhe mjetesh që institucionet e barazisë mund të përdorin në mbrojtje tyre, si duke nxjerrë rekomandime ose vendime detyruese, dhe ky është rasti i komisionerit në Shqipëri, si duke bërë të mundur përfaqësimin e viktimave në gjykat, si duke nisur çështje vetë direkt në gjykat si institucion. Pra le një gamë të gjerë mundësish dhe instrumentash që institucionit të mund të përdorë. Kjo lihet në diskrecionin e shteteve që do të adaptojë legjislacionin, por gjithsesi njëra nga këto alternativa do duhet të ekzistojë për të konsideruar efektive. Vëmendje tjetër i kushtohet monitorimeve që do duhet bëhen, dhe unë këtu prapë evidentoj pamundësinë e institucionit, pa çka kërkesave që janë drejtuar kuvendit në kohë të ndryshme për të mund të rritur strukturën të paktën për sa i përket monitoruesve, sepse ndjejmë që ka një nevojë të madhe për të monitoruar fusha dhe shkaqet ndryshme diskriminimi që ndodhin, dhe prapë le të themi kemi pasur gjithmonë një rezistencë nga ana e kuvendit për të miratuar këto shtesa, gjë që direktiva nuk e pranon për aq kohë sa kërkesat janë të arsyeshme dhe ka një arsyeshmëri, dhe nga ana tjetër rëndësia e madhe tjetër i kushtohet edhe mbajtjes së të dhënave, duke i vendosur organet e barazisë si organe qendrore për të administruar dhe për të koordinuar dhe rakorduar dhe mbledhur të dhëna që lidhen me barazinë dhe që pastaj të mund t'i jepen subjekteve të ndryshme, kombëtare apo ndërkombëtare, për të pasur, le të themi, panorama apo lexime më të gjëra dhe më të qarta në lidhje me situata ndryshme diskriminuese. Tani unë po ndaloj thjesht një rezume do doja të bëja, por jam shumë i hapur për interes të shtuar apo për diskutimin që do donin të lindin në lidhje me këtë, me aspektin e këtyre dy direktivave. Ju falenderoj shumë. Falenderit komisioner, unë e kuptoj që keni pritur shumë që këto çështje diskutohen këtu, dhe unë ju siguroj që nëse nuk ka një lëvizje nga politika nga maxhoranca për një pjesë të kërkesave që ju keni, unë si deputete e Parlamentit të Shqipërisë paktën deri në shtatorin e këtij viti do t'i marr si iniciativa personale, vetëm si rezultat i parafrimit me Bashkimin Evropian, dhe unë i di përpjekjet tuaja të përditshme sa herë miratohet buxheti, sa herë kalon një ligj, dhe luftën tuaj gjithmonë për të siguruar më shumë staf, më shumë burime dhe më shumë fokus tek çështjet që ju ndiqni. Duke falenderuar të dy përfaqësuesit, zonjën Dhuka dhe zotin Gajda, unë dua që të hap diskutimet. Fjalën e ka kërkuar dhe ju kërkoj që të ngreni emrin në qoftë se kërkoni fjalën. E ka kërkuar zoti Xhaferi dhe zonja Bino. Faleminderit Rita. Që në fillim kam shumë dëshirë të Ndje, zoti Xhaferi, unë nuk duhet t'ja ndërpres fjalën askujt, po të kufizohemi në 2 minuta për mbledhësi që të dëgjoj. Besoj do më donin 3 minuta. Sepse 30 sekonda shkojnë për hyrjen. Pra do doja që në fillim kam shumë dëshirë të theksoj vlerësimin maksimal për mënyrën se si e keni drejtuar Këshillin e Integrimit dhe për rolin që i keni dhënë këtij këshilli. Dhe thënë këtë pavarësisht se i takoj opozitës, nuk hezitoj të them që kam dëgjuar një opinion të pozitiv
për seriozitetin dhe profesionalizmin e zonjës Zuka. Zoti ambasador, unë e vlerësoj shumë fjalën tuaj. Dhe në një moment ju deklarohet se shkoni në një linjë me qëndrimin e qeverisë shqiptare që fundi 2027-s të shënojmë mbylljen e kapitujve. Nuk ka rëndësi se kush qeveri e bën, por kjo është një gjë shumë e mirë për Shqipërinë. Dhe thënë këtë, do të thoja që i vetmi faktor ndërhyrës që mund ta rrezikojë këtë objektiv është stabiliteti politik. Dhe e them këtë se po hym në zgjedhje. Zgjedhjet në demokraci janë projektuar për të zgjidhur në mënyrë paqësore konfliktin midis partive politike, por historia e Shqipërisë na jep evidencë jo në këtë drejtim. Kam parë verbin, metaforat dhe epitetet e përdorura nga dy liderët e forcave politike, dhe do të kisha shumë dëshirë që mbas 11 majit aktorët kryesor politik jo për llogarit interesave personale, jo për agjendat personale që mund të kenë me drejtsinë, të investojnë dhe të përdorin partitë politike për të kontestuar zgjedhjet, për të kontestuar dhomshëm ata. Shqipëria nuk ka më shpatlla për të paguar dhe në 2025-ën, të reqen zvarr për llogaritë interesave të aktorëve kryesor politik. E them këtë sepse në kushtet kur Amerika po tërhiqet drejt izolacionizmit, Bashkimi Evropian duhet të jetë aktori kryesor kontribues. Për t'ia bërë të qartë aktorëve kryesor politik që vendimi i 2027-s është i panegociueshëm dhe të gjithë ata që do rrezikojnë për të mbajtur Shqipërinë peng për arsye personale, po në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk do të mbështeten nga Bashkimi Evropian. Faleminderit. Faleminderit, marrim dhe komentin e zonjës Bino dhe më pas zonjës Gjonaj dhe nëse ka ndërhyrje bashkë për të tre komentet. Faleminderit zonja Tabakun, quhem Bleriana Bino, përfaqësoj qendrën Sajdev. Ju falenderoj juve për ftesën edhe natyrisht për drejtimin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Edhe gjej rastin të falenderoj publikisht zotin Gajda dhe komisioneri si institucion, po dhe ju personalisht që keni qenë një aleat, do ta quaja, i palëkundërt i organizatave të shoqërisë civile. Natyrisht faleminderit edhe ambasadorit edhe zyrës së delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe zonjës Duka për prezantimin. Meqense s'kemi shumë kohë në dispozicion, unë do të ndalesha te shqetësimi që një grup prej nesh, si organizata, kemi ngritur kur u hap grup kapitulli i parë i themelorëve që kishte të bënte me çështjen e mungesës së konsultimit të pozicionit negociues të Shqipërisë dhe më pastaj edhe mungesës së publikimit të tij. Në një takim më të vogël të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, ne kemi diskutuar me njëri tjetrin dhe pastaj një grup organizatash kanë bërë edhe një letër publike për qeverinë shqiptare, dërguar edhe Bashkimit Evropian, në të cilin ne sugjeronim që për kapitujt e tjerë ishte e domosdoshme për hir të cilësisë procesit që organizatat të këshilloheshin dhe pozicioni negociues i Shqipërisë të ishte publik, ashtu sikurse është ai i Bashkimit Evropian. Ne punojmë shumë ngushtë edhe me mediat dhe gazetarët dhe është fatkeqësi që shumica e informacioneve sa i takon procesit të integrimit evropian, si organizata shoqërisë civile, por edhe si organizata që punojnë me mediat dhe jap feedbackun e tyre e marrin nga Brukseli dhe jo nga qeveria shqiptare. Do lutesha edhe një herë kam sjellë në vëmendje në shumë takime të tjera që kryenegociatorit të ketë një program të transparencës dhe një koordinator për aksesin e informacion. Ne mirë kuptojmë që procesi është kompleks, është teknik dhe natyrisht që ju keni qenë shumë të angazhuar, u përmend edhe nga ju dhe nga ambasadori, e gjitha është e mirë kuptueshme, por mendoj që ka hapësirë dhe është e domosdoshme që këto që janë, po themi, kërkesa bazë për një institucion të mund të vendosen, sepse do të shërbenin pikërisht për rritjen e besimit edhe të ndërlidhjes dhe të ndërveprimit me organizata shoqërisë civile. Aspekti tjetër është çështja e së fundmi, po prapë jemi bërë bashkë më shumë se 100 organizata dhe kemi dërguar një letër të hapur për çështjen e udhërrëfysit për mjedisin mundësues për shoqërinë civile. Nuk është publik monitorimi që është bërë udhërrëfysit ekzistues dhe nuk e dim se çfarë do ndodhi me udhëzuesin e ri. Si ambasadori dhe ju e thatë që ka një pritshmëri më të lartë për angazhimin e organizatave shoqërisë civile në këtë proces. Po, kërkohet më shumë nga ne, po natyrisht kërkohet edhe më shumë vullnet edhe për kushtim institucional, transparencë dhe llogaridhënie për të na përfshirë ne. Edhe për tryezat që ju përmendët, është shumë e rëndësishme që të dihen cilat janë tryezat, kush janë anëtarët, kur mblidhen, çfarë rezultatesh ka e kështu me radhë. E vlerësoj shumë lajmet e mira që ju thatë.
komisionera Kos vjen në Shqipëri, hapet dyra e Parlamentit Evropian etj. Me radhë. Ndoshta këto janë shumë të mira edhe për vëmendjen ndërkombëtare të Shqipërisë, edhe për të arritur pozicionin ton, po themi, nga pikpamja politikës jashtme etj. Me radhë. Po për ne që kemi vendosur të jetojmë dhe të punojmë këtu, këto proceset e brendshme të konsolidimit të shtetit demokratik, të mirëqeverisjes janë më të rëndësishme. Raporti i 2024-s, të paktën nga këndvështrimi jon, tregoj që situata me media nuk është as pak e mirë, situata me shoqërinë civile nuk është as pak e mirë dhe roli i parlamentit si mbikëqyrës është i të kurrur. Këto tre element janë, mendoj që janë, si thua, këmbana alarmi për cilësinë e proceseve demokratike që ne kemi në vend dhe pavarësisht progresit duhet të jemi të ndërgjegjshëm edhe për këto aspekte. E fundit, e mirë kuptojmë procesin e përshpejtuar dhe e mirë presim madje që deri në 2027 gjërat të ndodhin shpejt edhe qeveria dhe të gjithë aktorët e tjerë të vendosen në presion për të ecur përpara. Por të gjithë duhet jemi të ndërgjegjshëm që kjo nuk duhet të bëhet duke cënuar pastaj cilësinë e procesit dhe thjesht të bëhet sepse kështu kemi afate dhe kështu e kërkon Bashkimi Evropian. Dhe këtu mendoj që nuk është vetëm detyrë e qeverisë shqiptare, por është detyrë edhe e parlamentit dhe më vjen shumë keq që këtu ka sot në mos gaboj vetëm zonjën Gjonaj dhe zotin Xhaferi si përfaqësues si deputet. Unë i bëj thirrje partive politike parlamentare të japin Këshillit Kombëtar të Integrimit rolin që i takon. Natyrisht ka shumë rol dhe për ne si organizata shoqërisë civile, për akademinë dhe për median për të qenë më të angazhuar, shumë të tjerë prej nesh duhet kishin qenë sot këtu, për të qenë edhe më të zëshëm. Prandaj mendoj që është e rëndësishme në kushtet e këtij presioni të gjithë ndoshta të shohim pa nga vetja për ta bërë procesin më cilësor në interes të publikut. Faleminderit. Faleminderit Bleriana që ngritet disa çështje shumë të rëndësishme që i përsëris çdo ditë, po kur i thua ti ndoshta kanë vlerë tjetër. Zonja Gjonaj. Faleminderit zonja kryetare. Patjetër faleminderit shumë ambasador për gjithë mbështetjen fakt që i është dhënë këtij procesit nga ana juaj, nga ana e gjithë strukturave të Bashkimit Evropian. Unë besoj që edhe jo vetëm Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian, por edhe Komisioni i Çështjeve Evropiane me hapjen e zyrës Parlamentit Evropian në Tiranë do të kenë një shans dhe një mundësi shumë për të patur një bashkëpunim të ngushtë, e cila do të jetë jo vetëm për Shqipërinë, por besoj që do shërbejë edhe në këtë bashkëpunim të ngushtë që do duhet të kenë të gjitha parlamentet e 6 vendeve të rajonit. Dhe shikoj jo thjesht si një lajm pozitiv në kuadër procesit integrimit evropian, por shikoj si një mekanizëm konkret që do t'i japi mundësinë Parlamentit shqiptar edhe me kompetencat e zgjeruara që ka marrë nga ndryshimet ligjore të rolit të kuvendit në procesin e integrimit evropian, për t'i kthyer edhe disa politika në instrumenta dhe në rezultate konkrete. Padyshim, unë fakt e vlerësoj gjithë punën që ekipi bashkë me në krye ministrën Dhuka, ekipi negociator kanë bërë për gjithë procesin, një proces që as ne nuk e mendonim që pozicionet negociuese do të vinin aq shpejt për të diskutuar edhe në Komisionin e Çështjeve Evropiane. Kemi diskutuar deri tani 4 grup kapituj, presim dhe 2 të tjerat duke shpresuar që ky proces të mbyllet ashtu siç është thënë deri tani brenda mesit të këtij viti, sepse jam e bindur që i gjithë ky proces në këtë përshpejtim do të japi mundësinë më pas edhe për të adresuar të gjitha sfidat, veçanërisht ato që konsiderohen si kritere të ndërmjetme për të gjithë grup kapituj, veçanërisht në ato që është themeloret. Dhe në kuadër të edhe sensibilitetit të lartë që themeloret kanë, edhe padyshim mbështetje të asaj çfarë zonja Bino përmendi, mirëqeverisja, transparenca, lufta kundër korrupsionit, sundimi i ligjit, janë 3 parime dhe shtylla kryesore që në fakt kanë qenë edhe vazhdojnë të jenë edhe pjesë e komisionit posaçëm për thellimin e reformave për integrimin e Shqipërisë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian dhe element të tillë që do duhet të ndërmerren dhe si reforma nga parlamenti për të adresuar të gjitha ato benchmarkset e ndërmjetme edhe në kuadër të pozicionit përbashkët me BE-n për grup kapitullin e parë themeloret, do të jenë dhe vazhdojnë të jenë në qendër të punës edhe të vetë komisionit të posaçëm kuadër të analizës dhe planit kombëtar të veprimit. E fundit që do të thoja,
lidhet pikërisht me punën e komisionerit antidiskriminim. Unë duke ardhur hershëm nga një fushë të drejtave të njeriut, padyshim është gjëja që nuk mundet ta las njëherë pa e ndjekur, dhe vërtet ju përgëzoj për punën që keni bërë edhe për një ndryshim jo vetëm thjesht të mentalitetit, sepse dim shumë mirë mund të ndryshojmë institucionet, mund ndryshojmë kuadrin ligjor, të përafrojmë direktivat, por nëse mentaliteti dhe kultura nuk ndryshon, është shumë e vështirë i gjithë adoptimi i gjës së re. Unë do t'ju të rriqa vëmendjen në kuptimin për të patur një kujdes për dy element. E para njerë ka të bëjë me direktivën e Bashkimit Evropian që lidhet për dhunën digjitale ndaj grave dhe gjithashtu me elementet e rinj që janë përfshirë në pjesën e akis për sa i përket mbrojtjes së grave nga dhuna. Dhe e dyta, po prap në këtë aspekt lidhet me një rekomandim që Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës po përgatit për mbrojtjen e dhunës ndaj grave e asistuar nga teknologjia, që pak a shumë ka të bëjë po prap me dhunën digjitale, sepse besoj që do duhet që edhe legjislacioni ynë të jetë gati për të patur një mbrojtje edhe në këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit zonja Gjonaj. Në qoftë se ka nga paneli ndonjë koment, zoti ambasador, zonja Dhuka, apo do ta ruani për më pas, ju lutem më thoni. Se Po. mundem? Po, zonja patjetër, zonja kryetare, Dhuka ka vetëm një koment për këto 3 ndërhyrjet e parë. Po, një adresim i shkurtër në lidhje me interesimin e zonjës Pino, faleminderit shumë. Më jep një mundësi për të dhënë një informacion më shumë. Për së pari dua të ngrej një dallim midis procesit politik dhe përgatitjeve teknike të Shqipërisë sa i përket antarësimit. Procesi politik dhe me vendet anëtare ka rifituar një momentum të rëndësishëm, ka vullnet politik të shprehur për aspiratën tonë dhe ka sigurisht përshpejtim të dukshëm. Por ju siguroj se sa i përket procesit teknik, pra të përgatitjeve të vendit, ai është shumë i maturuar. Shqipëria përgatitje teknike së paku për negociatat i ka nisur që nga viti 2019, kur ka marrë rekomandimin pozitiv të Komisionit Evropian. Ndërsa sa i përket reformave europiane, njohja e progresit me cilat na mundson t'i çelim negociatat, ato janë ndër vite. Po përmend vetëm reformën në drejtësi, ka nisur që në vitin 2016. Pra, në këtë kuptim, Shqipëria është e matur në përgatitje teknike, ka punuar gradualisht në vite dhe kjo ka mundësuar që ne të jemi tani të gatshëm për ta marrë këtë mundësi politike që vjen nga Bashkimi Evropian. Prandaj doja që ta qartësoja këtë, që të kemi një nivel komforti, sigurie, që të 157 institucionet kanë punuar në mënyrë sistematike, pak nga pak, periodikisht, në vite, për të arritur në këtë pikë në të cilën ndodhemi aktualisht. E dyta, procesi ka faktor të rëndësishëm që e garantojnë cilësinë, pavarësisht nga përshpejtimi i rrugës, në pikpamje të mundësisë politike që është ofruar vendit. Çdo gjë që ne zhvillojmë është produkt, për shembull në rastin e themeloreve, i punës së 42 institucioneve, ku vendit, institucioneve të ekzekutivit, qeverisë, sistemit të drejtësisë. Dhe unë besoj që ne kemi disa nga profesionistët më të mirë, unë them ndryshe dhe më të mirët e Shqipes, që janë në këto institucione krahas jush, sigurisht dhe gjithë bashkë. Nga ana tjetër, punohet shumë intensivisht në mënyrë granulare në çështje të ndryshme me rëndësi të veçantë me Komisionin Evropian. Ne i fillojmë para përgatitjet dhe këmbimet një vit para të drafteve të punës. Kështu që në këtë kuptim, një garantor i rëndësishëm i cilësisë në rrugën tonë europiane është Komisioni Evropian, delegacioni i Bashkimit Evropian, sepse rruga është e dykashme. Po ashtu janë vendet anëtare, të cilat pranojnë qëndrimet e Shqipërisë, parashikimet e Shqipërisë, e kështu me radhë.
kështu që ka disa faktorë dhe aktorë që e garantojnë cilësinë e procesit brenda dhe jashtë vendit ose nga krahu i Bashkimit Evropian. Kështu që doja ta thosha këtë, që Shqipëria vërtet po ecën përpara shpejt, por është e matur në gjërat që bën, sepse i ka nisur përgatitjet. Pastaj pararoje këtyre përgatitjeve është biznesi. Janë të parët të cilët çajnë rrugën e tregut dhe ne trupzojmë arritjet në nivelin e biznesit. Ndërhyrja e fundit. Po, vetëm një ndërhyrje në lidhje me transparencën. Po, kryenegociatori ka një program transparence dhe ka një koordinator. Koordinatori i programit të transparencës është këtu me mua. Zonja Stella Suloti është ullur këtu me mua. Kështu që sigurisht që po. Gjithashtu desha që t'ju informoj edhe një herë, përfitoj nga interesimi juaj, se çështjet e lidhura me konfidencialitetin e pozicionit negociues janë të rregulluara nga ligji i Republikës së Shqipërisë, të cilin ne e zbatojmë përpikshmërisht. Dhe ka motive në mbrojtje të interesit të përgjithshëm publik dhe në mbrojtje të interesit kombëtar që Shqipëria të ruaj konfidencialitetin e pozicionit negociues. Nuk është një praktik vetëm e Shqipërisë. Është edhe vendeve që kanë qenë në të njëjtën pikë të procesit ose ngjashëm përpara nesh. Është e kuptueshme, është negociat. Në fund të fundit është Shqipëria që negocion me Bashkimin Evropian për t'u antarësuar atje. Pozicionet janë dinamike, të ndryshueshme e kështu me radhë. Por, unë ju siguroj që shumica e çështjeve të pozicionit negociues janë tërësisht publike, sepse Shqipëria përdor instrumenta të tjerë. Agenda kombëtare e reformave është konsultuar, është e publikuar. Aty janë parashikuar reformat, edhe në fushën e shtetit të së drejtës, që kemi bashkë dizenjuar me institucionet e sistemit të drejtësisë. Në maturimin e reformës në vitin e 9, njëkohësisht, udhërëfyesit janë konsultuar, janë publik, janë të publikuar, janë të aksesueshëm në çdo kohë. Plani kombëtar i integrimit evropian, që e orienton për shembull biznesin me ndryshimet e pritshme ligjore në periudhën 3 vjeçare, për t'i afruar standardet e BE-s në treg dhe më gjerë, është po ashtu i konsultuar, i publikuar, i aksesueshëm. Pra ju siguroj që ka një shkallë të gjerë konsultimi dhe aksesueshmërie në këtë informacion. Nëse ne duhem bëjmë më shumë së bashku për të kuptuar më mirë, për të menaxhuar më mirë këtë ndryshim shoqëror dhe ekonomik të vendit drejt antarësimit, unë e vlerësoj shumë kontributin tuaj. Faleminderit. Faleminderit zonja Dhuka për përgjigjen e gjatë, por unë kisha vetëm një koment. Nuk na duhet se çfarë bën Komisioni Evropian, çfarë bën delegacioni i Bashkimit Evropian, sa pararoj është biznesi, ne na duhet çfarë roli luajnë qeveria shqiptare. Sa e hapur është qeveria shqiptare, sa e gjithëpërfshirëse është qeveria shqiptare. Dhe diskutimet dhe t'juaj edhe të zonjës Gjona i tregojnë që në letër sigurisht mund të funksionojë, por në praktik nuk po funksionon, se është një shqetësim që po e ngren të gjithë. Zonja kryetare, ekipi kombëtar i negociatave jemi të gjithë ne, nuk është qeveria shqiptare vetëm. Po pra, po informacionin e ka qeveria shqiptare dhe siç thatë negocion qeveria shqiptare. Ambasador Gonzato tani apo pak më vonë? Okej, zoti Jaka dhe po zoti Varoshi kërkon fjalën, zonja Vokopola. Po, faleminderit. Në radhë parë do doja të vlerësoja punën që bën Këshilli i Integrimit dhe në mënyrë të veçantë ju zonja kryetare. Në fakt është i vetmi institucion që e bën bashkë gjithë shoqërinë civile dhe grupet e interesit. Fatkeqësisht pjesa politike në shumicën e rasteve mungon, sepse ne duam edhe të majtët edhe të djathtët. Të dy bashkë mund të zgjidhin problematikat e biznesit. Por gjithsesi, unë ngjova me vëmendje gjithë referimet që u bën. Po, është vërtet që kemi bërë një reformë drejtësi. Sa eficiente kemi këtë reformë drejtësi? Sot, sipërmarrja private ka çështje të viteve 2015 që vazhdojnë në procedurat e gjyqësorit. Ne kemi mbështetur fort iniciativën për ligjin
krijimin e gjykatës administrative, ndërkohë që sot kjo gjykatë nuk funksionon. Kishte afate 1 dhe 3 muaj, ndërkohë që sot afatet janë 10 vjet. Çfarë humbje ka sipërmarrja që ballafaqohet me një procedurë 10 vjeçare si pasojë mos zbatimit ligjit? Sepse ne nga një anë kemi mos funksionimin e sistemit drejtësisë dhe kryesisht të gjykatës administrative, dhe nga ana tjetër kemi rritjen e rasteve të mos zbatimit të ligjit nga pjesa e administratës publike, sepse 80 deri 90% të rasteve që shkojnë në gjykatën administrative janë ballafaqim i pjesës private me pjesën publike. A është bërë ndonjëherë kjo analizë për pjesën e integrimit, pra ku duam të shkojmë ne? E dyta, mirëqeverisja. Okej. Nuk jam i bindur nëse besoni vetë, por do mundohemi edhe ne ta besojmë. A ka në një instrument, institucion apo zyrë ku ne mund të gjejmë hapësirën e mundshme për të zgjidhur problematikën e mos zbatimit të ligjit dhe mos mirëqeverisjes? Sepse kemi shumë platforma të cilat kur ne bëjmë ankesa dhe kërkesa na kthehet po e njëjta përgjigje shablon e cila e thotë që merret ky institucion. Po se merret ai institucion ne e dim. Dhe prandaj drejtohemi drejt platformave si bashkëqeverisja apo platformat e tjera dhe prap marrim të njëjtën përgjigje që jep institucioni që nuk ka vullnet për zbatimin e ligjit. Procesi i integrimit a e parashikon dënimin e specialistëve të administratës publike që krijojnë një dëm të shkaktuar të sipërmarrja private, kur procesi në gjykat merr formën e prerë dhe sipërmarrja ka fituar të drejtën e vet? Çfarë konsekuencash ka ndaj mos zbatuesit të ligjit në rastin konkret kushdo qoftë ai, nga roli i inspektorit deri në rolin e titullarit apo të drejtuesit të institucionit? Unë mendoj që këto janë shumë të rëndësishme për t'u adresuar, sepse nuk kemi eficiencë dhe në momentin që nuk ka asnjë lloj pasoje për mos zbatuesit e ligjit, atëherë jam i bindur që secili shikon atë mundësinë e tij që të mos përfshihet në procesin e eficiencës. Pjesa sipërmarrjes private, po, është më së normale, ne kemi problematikat tona, nuk kemi një komunikim permanent të dialogut dhe gjetjes së pikave dhe kërkesave për të arritur një konsensus me organet e qeverisë qendrore dhe lokale. Kërkesat tona kanë qenë permanente dhe sipërmarrja private këto ditë është e mbledhur që do paraqesë edhe propozimet e veta dy kampeve elektorale, të majtës dhe të djathtas, se sa do e përfshin rimkëmbjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik të Shqipërisë në rrugën e procesit të integrimit, dhe të shohim se kush forcë politike do i afrohet më shumë sipërmarrjes dhe kërkesave që ka sipërmarrja, sepse realisht unë do ju them vetëm një rast simbolik. Pra çfarë mund të presim ne të integrohet sipërmarrja në Bashkinë Evropiane apo të ketë kërkesat e saj për përfshirjen në një sipërmarrje evropiane, kur një prodhues sallami e merr lëndën e parë mish nga Italia apo Greqia dhe pagun taks doganore për lëndën e parë që krijon mundësi prodhimi në Shqipëri. Ndërkohë që një tregtar i cili tregton sallam nga Evropa nuk e paguan të taks doganore. A mendoni që kjo është e drejtë për sipërmarrjen private? Zoti Jaka, unë e di që komunikimi me qeverinë mungon dhe këtë po e tregon Këto janë pjesë të integrimit. Jo, e kuptoj që ka nevojë për një dialog, po doja të përpiqesha që të edhe japim një gjë kohë të të vogël gjithëve. për komisionerin dhe e mbylla. Atëherë, eficienca, flasim për barazinë dhe për eficiencën e organeve. Padyshim mund të them vetëm një gjë, që kemi pas raste ballafaqimi edhe me Komisionin Mbrojtjes së Barazisë të diskriminimit, i cili ka qenë eficient dhe ka qenë i drejtë. Por çfarë ndodh? Sot sipërmarrja private e ka pothuajse të pamundur që të kalojë në rolin e diskriminimit, sidomos të punonjësve dhe stafit të saj. Pse? Mungesa e kapitalit human e bën sot sipërmarrjen private që jo vetëm mos të ketë diskriminim, por të ketë një vlerësim të jashtëzakonshëm për kapitalin human, të aftë profesionalisht dhe kompetent. Pra mos të harrojmë këtë. Dhe çdo lloj manipulimi që mund të manipulohet nga ky kapital human, siguroj që është në shumicën e rasteve është i stisur dhe krijon probleme më shumë për të baltos apo për të fituar një të drejtë që nuk i takon.
Faleminderit dhe urojmë eficiencë edhe komisionit, por edhe integrimit. Zoti Varoshi dhe më pas zonja Vokopola. Vetëm ju lutem shkurtimisht 3 minuta. 2 në fakt, se na e zgjeroi me 3 zoti Xhaferi. Mendoj se ka më shumë interes na dëgjoni edhe ne. Unë vi nga komuniteti i biznesit, pra përfaqësoj punëdhënësit, partnerë social në këtë rast, si PAL. Bashkohem me të gjithë për drejtimin dinjitoz, shumë cilësor të zonjës kryetare dhe të stafit që ka. Por kemi shumë rezerva për mungesën e seriozitetit të politikës në pjesëmarrjen në këtë organizëm shumë të rëndësishëm. Dhe kjo është një rrugë, unë nisë nga përvoja që kemi në organet kolegjale të tjera, si që është dialogu social. Ne kemi 35 vite që nuk zhvillojmë një dialog social që mund të jetë i krahasueshëm me rajonin dhe absolutisht me Europën. Këshilli Kombëtar i Punës, organizmi krijuar që në vitin 1992, nuk zhvillohet ose zhvillohet formalisht. Sepse është politika që i prish të gjitha punët në këtë vend, absolutisht po. Në këshill, ku unë kam marrë pjesë disa herë, pjesëmarrja e ministrave e njerëzve të politikës ka qenë si në këtë rast, ku ka qenë një mungesë e jashtëzakonshme dhe Këshilli Kombëtar i Punës vetëm ka ekzistuar formalisht. Po kështu dhe Këshilli Administrativ i Sigurisë Shoqërore. Këto kanë sjellë pasoja. Dhe unë mund ta them me që i përkas të drejtës punës, si edhe pedagogët drejtës punës, pasoja që i kanë kushtuar punëmarrësve dhe punëdhënësve. Konkretisht është një tregues shumë i rëndësishëm. Shqipëria është bërë antare e Organizatës Ndërkombëtare të Punës disa muaj pasi është krijuar ILO. Pra, ILO është krijuar në vitin 1919, Shqipëria është bërë antare në vitin 1920. Bile kemi një fakt shumë të rëndësishëm, një dokument të gjetur që sekretari i parë i ILO-s është një shqiptar, Said Toptani. Është dokument i gjetur. Por çfarë ndodhi? Ne jemi vendi që kemi parafruar më pak të drejtën ndërkombëtare të punës, të drejtën europiane të punës. Shqipëria ka ratifikuar deri tani vetëm 55 konventat e ILO-s. Nga 190, pra 28.29%. Ku Malizi, një shtet i formuar tani, ka 70, Serbia, rajoni 80, 90, pra kjo ka krijuar një problem të jashtëzakonshëm sepse në Shqipëri nuk respektohen të drejtat si duhet të punëmarrësve dhe punëdhënësve. Mungesa apo respekti ndaj institucioneve ka shkuar në pyetjen tonë, pse i krijoni, dhe këtë kam fjalën politikën, ku nuk i ashtu. Ju lutem, E fundit edhe komentin dhe pyetjen për përfaqësuesit, po. E fundit. Mos zhvillimi i një dialogu të tillë a përbën një alarm për një vend që po shkon drejt Bashkimit Evropian? Pra, a kërkohet që ne absolutisht respektojmë organet kolegjiale, tavolinat, të marrim pjesë gjithë palët? Ky është shqetësim që besoj është për gjithë. Faleminderit. Faleminderit zonja Vokopola. Po, faleminderit zonja Tabaku. I bashkohem fjalëve më të mira për ju edhe për panelin e nderuar sot. Nuk po largohem, unë jam këtu. Sepse po shikoj që ka një tendencë falënderimi dhe unë bashkohem me gjithë dëshirë me tendencë. Kjo mund të jetë mbledhja e fundit e këshillit, po unë do vazhdoj, do jem këtu. Ju siguroj për këtë. Jam e sigurt, edhe uroj që ashtu të jetë. Ajo që doja të ngreja si shqetësim që e ndjej nga gjithë kolegët e shoqërisë civile është ka një deficit më të madh, më duket, se herët e tjera në demokraci. Sepse nuk ndjehemi të lidhur me vendimarrjen organizatës shoqërisë civile, si në nivelin qendror, ashtu edhe në nivelin lokal, ku mendohet që kjo do ishte më e thjeshtë, më e arritshme për shkak të numrave më të vegjël që kanë këto njësitë. Dhe ajo që ndjejmë më shumë është kjo mungesë e vendimarrje nuk përkon fare me tentativat që ne bëjmë për të rritur transparencën, me idenë që rritja e transparencës lufton korrupsionin dhe ndërsa ne lobojmë për transparencë, të vetmen transparencë kemi ose mjet informimi kemi emisionin televizion. Do thonë ne shikojmë edhe gulltisim edhe përpunojmë lajmet e bujshme të Spakut, ose shikojmë emisione të tjera ku
letësisht një individ bëhet hero apo kriminal në varësi të afilimit politik që ka pronari i televizorit. Dhe ky shqetësim është shumë emergjent më duket mua, sikurse shqetësimi tjetër, punojmë së fundi me një projekt me rinin, të gjithë të rinjt që pyesim, projekti ka të bëjë me tregun e punës, ku e shikojmë veten në të ardhmen. Të gjithë e shikojmë veten jashtë vendit. Në qoftë se në 2 vite ne do mund të aderojmë në Bashkimin Evropian, ky problem është emergjent, pasi me hapjen e kufive edhe ata që janë tani do kenë një mundësi që të largohen sa më shpejt. Kështu që nuk e di se çfarë masash mbase duhen marrë për të mbajtur rinin të punësuar, të motivuar për të qëndruar në vend. Faleminderit. Faleminderit zonja Vokopola. Ambasadori donte një koment, po nëse ka ndërhyrje të tjera, po. Faleminderit. Daniel Proni nga Instituti për Demokracinë dhe Ndërmjetësim. Ndaj edhe unë mirëpritjen që është ndaj përshpejtimit të procesit dhe arritjeve disa prej tyre kanë qenë vërtet domethënëse përgjatë këtij rrugtimi, por edhe unë i bashkohem ngritjes së shqetësimit për pasojat e padëshiruara që mund të lindin për shkak të përshpejtimit të procesit. Disa në fakt janë edhe probleme të mbartura dhe nga ritmi më parshëm i gjërave, por tani janë edhe më të ndjeshme. Dhe kryesisht flasim domethënë për pikërisht për qasjen e informacion për sa i përket ecurisë së procesit, përfshirjen apo hapjen e procesit ndaj palëve të tjera dhe komunikimin e procesit në publik. Këtë e shohim edhe në media shpeshherë që kanë vështirësi në të komunikuar procesin, qoftë edhe në të kuptuar proceset kryesore, termat kryesorë dhe përrjedhoj edhe publiku që ndron shpeshherë i paqartë, domethënë, dhe prandaj disa herë publiku ka shprehur pak kënaqësinë që dëgjon hapjen e negociatash një herë në disa muaj, pa e kuptuar se çdo të thotë sa herë që përmendet si i tillë. Unë i qëndroj mendimin domethënë që garantuesit më të mirë dhe më solid janë aktorët vendas, pavarësisht se mirë pritet gjithmonë edhe mbështetja e BE-s. Dhe kjo shihet ndoshta edhe nga përvojat e vendeve të tjera në rajon, ku tashmë garantuesit janë aktorët vendas dhe ndonjëherë edhe vetë Bashkimi Evropian cedon në këtë. Por, për sa i përket përfshirjes zgjerë të shoqërisë, ne shohim për shembull edhe në procese kritike, sidomos tani që është përshpejtuar dhe përshkallëzuar procesi, për shembull në planin e rritjes dhe në agendën e reformave, ku përfshirja e shoqërisë civile, konsultimi i shoqërisë civile ka qenë i parashikuar në rregulloren e BE-s. Pra besoj se është hera e parë që detyrohet apo imponohet një përfshirje e tillë gjë. Por ne shohim që edhe në këtë rast dhe kur ka një parashikim ligjor për këtë, konsultimi dhe përfshirja cedon. Dhe vetë vlerësimi i Komisionit Evropian për përgatitjen e reformës të agjendave thot se sektori privat dhe shoqërisë civile dhe parlamenti janë informuar, jo konsultuar, domethënë, por mirë pret konsultimin në vijim, që urojmë të ndodhë dhe këtu qëndron edhe rekomandimi dhe këshilla jon, domethënë, që të gjitha këto procese, pavarësisht se kërkojnë shpejtësinë e tyre, nuk duhet të cedojnë në cilësi, edhe duke marrë parasysh se institucionet vendase mund të jenë të mbi ngarkuara, atëherë është më së arsyeshme të shfrytëzohet ekspertiza që qëndron jashtë tyre në organizatat e shoqërisë civile, sidomos për disa tema që në agendën e reformave ndoshta kanë ardhur dhe si një advokim i kahershëm prej shumë vitesh i shoqërisë civile. Për shembull, financimi i medjave, autonomia rregullatore të medjave, pavarësia editoriale e medjave dhe pluraliteti i tyre, financimi i partive politike, direktiva kundër padive të gazetarëve, ndaj gazetarëve, SLAPP Directive, direktiva për aktin e shërbimeve digjitale, që edhe ne si organizatë shoqërisë civile e kemi promovuar, që do kishte ndoshta rregulluar dhe çështjen me TikTokun sfundmi pa patur nevojë të kalohen në masa të paarsyeshme, domethënë. Kështu të gjitha këto ekspertiza duhet gjetur mënyra për t'i kanalizuar në vijim, qoftë edhe për hir të përshpejtimit të procesit dhe të mos shihemi si thjesht dikush tjetër në përkëmb të institucioneve, por të shfrytëzohet kjo. Dhe sidomos në agendën e reformave në planin e rritjes, ku janë parashikuar instrumenta konsultimi që duhet të ngrihen, instrumenta monitorimi dhe plan komunikimi për këtë qëllim. Faleminderit.
Komentin e fundit zonja Muxhostepa dhe më pas ambasadori. Faleminderit ju të katërtve sot që drejtoni këtë tryezë, sepse mendoj që të katërt ju keni pasur një vlerë shumë të rëndësishme për sa i përket përmirësimit të klimës së të bërit biznes në Shqipëri dhe proceseve të integrimit. Doja të bëja komentin tim në formën e një pyetje. Vërtet flasim që biznesi është pararoj në fushën e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Por sot, si po e monitorojmë ne çështjen e problemeve që biznesi has lidhur me standardet që duhet të realizojnë, certifikimet që ato duhet të realizojnë në bazë të standardeve që vendos BE-ja. Skills, profesionalizëm, aftësi për bizneset të reja. Jemi sot duke folur për inovacion që prek në mënyrë transversale gjitha bizneset. Jemi duke folur për dekarbonizimin, jemi duke folur për energjinë green. Të gjitha këto kërkojnë fond, bizneset duhet të adoptohen me gjitha këto procesa. Kanë vërtet këtë informacion, sepse unë mendoj që sot biznesi është pararoj vetëm me bizneset shumë të rëndësishme shqiptare, ato pak 1% shumë e vogël ka arritur të kapi këto standarde dhe vërtet janë lider në vende të tjera. Por masa, pjesa më e madhe e bizneseve shqiptare kanë sot informacionin e mjaftueshëm. Unë kam qenë pjesë e disa organizimeve që janë bërë në tryezat vogla. Personalisht i kam parë si të pamjaftueshme. Pra, a mund të krijojmë në një strategji që ta kemi nga 2025 në vijim, pikërisht për bizneset, për të marrë sa më shumë informacion, për të kuptuar kush janë rreziqet, kush janë ato gjëra që ato duhet të bëjnë për të ngritur kapacitetet e tyre dhe për të qenë konkurrent. Së pari në rajon e pastaj më tej. Kam marrë pjesë dhe në tryezat që janë ngritur për konsultime lidhur me kapitujt. Sidomos ditët e fundit janë organizuar shumë tryeza, po me lajmërime nga sot me nesër. Kam vërej që numri i pjesëmarrësve nuk ka qenë i lartë. Pra duhet kuptojmë si ne duhet të vemi të sipërmarrësi, se shpejt çdo gjë është e publikuar, por kjo nuk arrin në mënyrë të drejtë për drejtë dhe me çfarë kemi kuptuar deri më sot njerëzit kanë nevojë ta perceptojnë. Pra jemi ne që të trokasim të detyra. Këto ishin. Pastaj po të kapim sistemin e drejtësisë, mendoj që ndërmjetësimi, arbitrazhi e tjera do jenë mekanizma të tjera që do të shpejtojnë ato procese që sot mungojnë, duke folur edhe përpara kolegu im lidhur me gjykatën administrative. Ne vetë kemi qenë shumë aktiv lidhur me bashkëpunimin rajonal kryesisht, me platformën që kemi krijuar, platformën e biznesit me gjithë bizneset rajonale. Në datën 27 mars kemi vendosur që të kemi një takim direkt në Bruksel, na pret zonja e cila do të merret tashmë me për sa i përket komisionere për zgjerimin, sepse mendojmë që përveç kërkesave që vjen drejt për drejtë në qeveri apo në institucionet përkatëse apo edhe në Këshillin e Integrimit, ne vetë duhet të vemi të trokasim dhe të kërkojmë vetë edhe BE-s dhe të prezantojmë kërkesat e biznesit. Kështu që unë ato platformë që kemi bërë gati edhe për këtë takim do t'ja u dërgoj të gjithëve ju dhe pastaj po të kemi të reja pas datës 27 mars do t'ja u prezantoj. Kjo edhe për të thënë që gjithë ne gjithsesi kemi një rol të rëndësishëm brenda këtij procesi dhe të gjithë duhet të demonstrojmë që këtë proces e duam duke bërë atë që na takon secilit. Faleminderit. Në fakt, tentativa e parë për mbledhje ishte pikërisht kjo gatishmëria e biznesit. Dhe tentuam shumë me ministrin e ekonomisë, se ka një emër gjatë, ministria është një thes i madh, kulturë, inovacione me radhë, që të kishim një debat për këtë çështje. Por duke qenë se nuk pati reagim nga qeveria, zonja Dhuka erdhi që të raportonte për procesin në përgjithësi. Tani u ngritën komente nga më të ndryshmet, që nga mungesa e transparencës deri tek webi, që zonja Dhuka do na thot ku është, nuk iki nga mbledhja pa marrë vesh se ku është webi dhe ku është programi online transparent, deri tek çështje që lidhen me realitetin dhe ato që ne i quajmë sot propagandë. Pra, është shumë mirë që këto gjëra ne i kemi në letër, por ne duhet i kemi në praktik. Shkurtimisht, zonja Dhuka dhe do ta mbylli ambasadori me disa komente të përgjithshme. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku. Meqense ka interes për informacionin, minimumi janë 2 burime, regjistri i konsultimit publik dhe fletorja zyrtare e Republikës Shqipërisë. Të gjitha informacionet konsultohen aty dhe publikohen aty. Të gjitha instrumentat, më lejoni të mbaroj, të gjitha instrumentat që unë përmenda. Përfshirë çështjen e planit të rritjes. Plani i rritjes është publikuar për 30 ditë. Kemi marrë 1200 reagime, rreth 300 komente,
dhe kemi adresuar shumicën e tyre. Komentet që nuk janë adresuar janë të lidhura me dokumentat të tjerë të politikës, sepse jo të gjitha çështjet mund t'i përfshijmë në planin e rritjes me Bashkimin Evropian. Shqipëria ka një agjendë me Bashkimin Evropian, por ka dhe një agjendë kombëtare. Pra ka disa çështje që janë të rëndësisë kombëtare, ka disa çështje që janë të rëndësisë negociatave me Bashkimin Evropian. Ka çështje të natyrave të ndryshme. Ajo që konstatoj unë dhe jam dakord me atë që tha zonja Vokopola, lidhet me përfaqësimin nga biznesi dhe shoqëria civile. Instrumenta kemi plot, këshilla kemi plot. Puna është, a kemi cilësi ose rezultat të dialogut dhe cili është niveli i përfaqësimit dhe çfarë mund të bëjmë së bashku, si nga krau i shoqërisë civile dhe nga krau i institucioneve publike, për të përmirësuar të dy drejtimet e punës, me qëllim që të kemi cilësi më të madhe të përfaqësimit nga të dy krahët, edhe rezultate më të mira, influencë më të madhe. Ne kemi parë eksperiencën e disa vendeve të Bashkimit Evropian në lidhje me vetë organizimin dhe përfaqësimin e shoqërisë civile. Franca, për shembull, dhe me mbështetjen e Francës dhe të ambasadores franceze, ka të krijuar Këshillin Kombëtar Ekonomik, Social dhe Mjedisor. Është një asamble e shoqërisë civile. Madje në Francë është e rregulluar me kushtetutë. Aq e rëndësishme është, një ndryshe dhe si asamblea e tretë, ku shoqëria civile është e vetë organizuar dhe luan një rol proaktiv, si në pikpamje të marrjes së nismave, ashtu edhe në pikpamje të dhënies së mendimeve për nismat që marrin institucionet publike në Francë. Një këshill të krahasueshëm ose të ngjashëm ka dhe Bashkimi Evropian. Ky është Këshilli Social Ekonomik Evropian. Është përsëri një këshill me përfaqësues nga shoqëria civile. Është njëri nga 5 organet e Bashkimit Evropian. Ndoshta unë do doja që ne ta bënim një diskutim të tillë në një moment të përshtatshëm në këtë tryezë në lidhje me këtë çështje të përfaqësimit edhe nga krau i institucioneve publike. E pranoj edhe komentin e bërë nga përfaqësuesi i dialogut social, edhe nga krau i shoqërisë civile. Mendoj që ky është një drejtim për cilin duhet punojmë bashkërisht. Tani, sa i përket çështjes së gjykatës administrative, të mos hymë në brëndi për secilën prej temave, sepse disa shqetësime u ngritën në parim. Dakor. Unë besoj që dhe përgjigja do ishte në parim. Dakor. Shumë faleminderit. Unë shpresoja që përveç fletores zyrtare ne kishim një burim tjetër, se aty është post factum, aty është e miratuar, Domethënë ka ndodhur unë përmenda regjistrin e konsultimit publik. Të gjitha aktet janë të Jo pa leje, ju lutem. Edhe dua t'ju them që në rast se juve më citoni, do t'ju kërkoja me respekt që të më citonit në mënyrë të plotë. Faleminderit. Patjetër, ju dëgjova që thatë ka një web është programi dhe mendova që referoheshin në një webi për këtë çështje. Zoti ambasador do bëj komentet e fundit përmbledhëse. Faleminderit. Thank you. Faleminderit. Mendoj që ka qenë në fakt një bashkëbisedim i gjallë, me shumë diskutime, me shumë pyetje që u bën, dhe kjo në vetvete tregon nivelin e lartë të interesit edhe tek shoqëria civile në lidhje me ritmin e negociatave, përmbajtjen e negociatave, dhe kjo në vetvete është diçka e shëndetshme. Unë dëshiroj që tani ti kthehem çështjet që ka të bëjnë me rolin që mund të luajë shoqëria civile në procesin e negociatave antarësimit. Ne të gjithë kemi mirëpritur ritmin e përshpejtuar. Kjo tregon objektivin, ambicien, pra Shqipëria po kap këtë shans që i jepet, sepse yjet tashmë janë në vit të drejtë për të çuar aty ku duhet. Por sepse fakti që ju e dëshironi këtë gjë, po edhe BE-ja është e gatshme që t'ju mirëpres në këtë objektiv tuaj. Kështu që sigurisht kjo është era e ndryshimit që po vjen. Megjithatë, arsyeja sepse unë flas shpesh për rëndësinë që ka fakti që duhet sigurohemi që shpejtësia e ritmit të mos minojë cilësinë dhe përmbajtjen e negocimet, është që ju duhet në fakt që e gjithë shoqëria të jetë
e njohur me pasoja të ndryshme që sjell procesi i antarësimit, sepse ky nuk është një proces me një kah, nuk është një proces vetëm që të informon, është një proces me dy kahe. Dhe siç e thatë edhe ju me të drejtë, shoqëria civile mund të sjellë në tryez ekspertizën e vet, që një ekspertizë vërtet shumë të çmueshme që tregon se si mund ta vërë në zbatim siç duhet Shqipëria legjislacionin e BE, sepse kjo duhet bërë patjetër, siç e thotë edhe kryeministri, do me thënë, do ta përdorësh të mundësi, ose atëherë vazhdo. Kështu që ky është një shembull që ne së bashku me Këshillin e Europës kemi mbështetur profesor Mark Markun që të jepet e gjithë mundësia e dur shoqërisë civile dhe të diskutohet me qeverinë se si mund të flitet për këto reforma kaq të ndjeshme që bëhen, por edhe për fushën e biznesit. Është nevoja për të kuptuar më mirë, për të përfshirë më shumë edhe biznesin për këto ndryshime që do të sjellin negociatat e më pas antarësimi, sepse reformat që po kryen duhet jenë reformat e cilat jenë në pronësi të gjithë shoqërisë. Pra, nuk mund të jenë thjesht të bëhen thjesht për arsye të bërit, duhen bërë pikrisht në formë të plotë. Dhe diçka që tha krye negociatore është që ka udhërrëfyes që tregojnë angazhime të qarta dhe këto janë mundësi edhe që OJQ-t të kërkojnë llogaridhënie si nga qeveria ashtu edhe nga institucionet, në mënyrë që të duket që këto angazhime pasqyrohen në veprimet që ndërmerr qeveria dhe kuvendi. Dëshiroj të flas edhe për një gjë që u tha nga komisioneri, sepse unë vërtet e vlerësoj shumë punën që bën komisioneri Gajda dhe mendoj që është në fakt një punë shumë e rëndësishme në mënyrë që Shqipëria të përmbushë të gjitha kërkesat që kanë të bëjnë në procesin e antarësimit në BE. Që do të thotë që reformat dhe institucionet që krijohen në kontekstin e negociatave për antarësim duhet të kenë si burimet financiare ashtu dhe ato njerëzore, por edhe pavarësinë që duhet të kenë për ta kryer rolin e tyre ashtu siç duhet dhe në mënyrë të përshtatshme. Dhe kjo është një gjë që ne e ndjekim nga afër. Pra, me shtetet anëtare ne nuk shikojmë vetëm pjesën e miratimit të ligjeve të reja, legjislacionit të ri, po dhe zbatimit të tij. Dhe një gjë të fundit, sepse u përmend nga shumë parafolës, më lejoni të them që ne jemi shumë të kënaqur për vendimin e Parlamentit Evropian për të qenë i pranishëm këtu në Tiranë. Natyrisht duke patur një dimension rajonal, duke mbuluar të gjithë rajonin dhe nuk e fsheh, po të them edhe për faktin që unë kam shpenzuar rreth 25 vite në Parlamentin Evropian dhe ju siguroj që kolegët që do të vinë nga Brukseli do të kenë të gjithë mbështetjen e duhur. Po më pëlqen të them një gjë, sepse njerëzit flasin për hapjen e një zyre. Delegacioni i Bashkimit Evropian këtu në Shqipëri përfaqëson Bashkimin Evropian. Ne nuk përfaqësojmë Komisionin apo Shërbimin e Jashtëm të BE-s apo presidentin e Këshillit Evropian, por ne përfaqësojmë të gjithë BE-n. Prandaj në delegacionin e Bashkimit Evropian ne do të mirëpresim kolegët e Parlamentit Evropian. Kështu që kjo do të jetë një gjë e mirë për të gjithë rajonin, por edhe për Shqipërinë, për të siguruar që parlamentet në kontekstin e negociatave të marrin plotësisht rolin që duhet të luajnë sa i përket transparencës, llogaridhënies dhe gjithëpërfshirjes. Kështu që faleminderit edhe një herë që më ftuat në këtë bashkëbisedim, i cili mendoj që ishte vërtet shumë i vlefshëm. Faleminderit. Unë dua t'i bashkohem falënderimeve për veçanërisht të gjithë ato që kanë luajtur një rol në vendimarrjen për zyrën e Parlamentit Evropian këtu në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë kryetarit të Komisionit të Jashtëm zotit McAllister dhe rolit që EPP-ja ka luajtur në Parlamentin Evropian për mbështetjen e Shqipërisë në çdo rast. Duke qenë se kjo do jetë mbledhja e fundit përpara zgjedhjeve dhe Parlamenti do të rifillojë në datën 20 maj, unë dua të falenderoj të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile që në fakt kanë shkëlqyer në këtë komision, duke ndjerë keqardhje për kolegët e politikës, duke ndjerë keqardhje që jo gjithmonë ky këshill ka shërbyer në më të mirën, por ju siguroj që ne kemi bërë më të mirën që t'i japim hapësirën e duhur shoqërisë civile, institucionet pavarura drejtësisë dhe kujdo që ka dashur që të ketë akses këtu. Faleminderit edhe sekretariatit të Këshillit Teknik dhe me raportin e këtij këshilli që i shkon seancës, neve i mbyllim punimet përpara sesionit të zgjedhjeve. Faleminderit.